Kryeministri Edi Rama prezantoi Albanian Digital Solution, kompaninë shtetërore që synon modernizimin e shërbimeve dhe forcimin e inovacionit teknologjik në vend. Shefi i qeverisë theksoi se krijimi i kësaj kompanie do t'i jap fund varësisë së shtetit nga kompanitë private për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve digjitale. Albanian Digital Solutions, që do të zhvillojë sisteme pa pasur nevojë që shteti t'i drejtohet privatit. Vuri theksin tek pagat për ekspertët që do të punojnë pranë ADS-s. Një kompani e cila të ketë pagat më të larta në tregun e shërbimeve digjitale, një kompani e cila të ketë kapacitetin që talenteve jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit, të ofrojë mundësinë që të bëhen pjesë e saj. Paralajmëroi shndrimin e saj në një superfuqi në treg, por me përqendrim tek shërbimet publike. Brenda një harku 3 vjeçar, ne do t'i kursejmë shtetit një shumë të barabartë me shumën që sot shkon për mirëmbajtjen. Qeveria duke marrë këtë rrugë do të kthejë sytë e kompanive nga sektori privat. Pasi ADS-ja patjetër që do të bëhet një superfuqi në treg. Kryeministri u ndal edhe tek krijimi i kompanisë Guna, e cila merret me prodhimin e uniformave të policisë, ushtrisë e zjarfikses. Ne kemi këtë kompani të përbashkët, e cila do të prodhojë uniformat për ne, për shtetin shqiptar, për ushtrinë shqiptare, për policinë shqiptare, për zjarfiksat, për policitë bashkiake dhe do të prodhojë uniforma edhe për ushtritë e tjera të NATO-s. Shefi i ekzekutivit theksoi edhe nevojën e vendosmërinë për mbështetjen e startupeve, një formë kjo për të ndihmuar të rinjt për të ecur para në Shqipëri, pa qenë nevoja për të dalë jashtë vendit.